Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se tentoi të prishte takimin në Brdo Brionit që u mbajt në Durrës, por shtoi se në fund udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me unanimitet miratuan një deklaratë të përbashkët të samitit. Pas samitit, Osmani tha se Vučić ju drejtua samitit me ofendime dhe arrogancë në lidhje me këtë qasje të presidentit të Serbisë dhe qasjen që duhet ta ketë BE-ja ndaj tij, foli eksperti austriak Günther Fehlinger. Së pari tha se gjuha e përdorur nga Vučići është e papranueshme dhe dëmton frymën europiane, madje vlerëson se duhet të merren masa ndëshkuese ndaj tij ndaj një personi të tillë që vazhdon të sulmojë fqinjet dhe të lavdërojë agresionin. Përdorimi i përsëritur i thyrjeve dhe i gjuhës konfrontuese nga presidenti Vučić ndaj Kosovës dhe udhëheqësisë së saj, dhe jo vetëm që është mungesë respekti, por është dhe minim i frymës europiane të bashkëpunimit që procesi i Brdo Brionit synon të promovojë. Një sjellje e tillë duhet ketë pasoja në kontekstin e integrimit evropian. Një udhëheqës që vazhdon të sulmojë fqinjet dhe të lavdërojë agresionin nuk mund të aspirojë në mënyrë të besueshme të udhëheqë vendin e tij drejt Bashkimit Evropian. Statusi i kandidatit të Serbisë për anëtarësim në BE duhet të pezullohet menjëherë. Presidenti Vučić duhet të izolohet e të gjitha ftesat ndaj tij të anulohen. Vučić është i përjashtuar i Ballkanit, deklaroi ai, kurse Fehlingeroi mbështeti presidenten Osmani dhe sjelljen e saj diplomatike që konsideron se po e përfaqëson mjaft me dinjitet Kosovën në takime dhe samite ndërkombëtare. Presidentja Vjosa Osmani në të kundërt ka treguar pjekuri dhe qëndrueshmëri diplomatike pavarësisht provokimeve. Ajo e përfaqëson Kosovën me dinjitet, përkushtim ndaj vlerave euroatlantike dhe një orientim të qartë drejt paqes dhe anëtarësimit në NATO dhe në BE. Pjesëmarrja dhe suksesi i saj në sigurimin e një deklarate të përbashkët unanime në Durrës dëshmojnë se Kosova po sillet si një aktore europiane e përgjegjshme, së shpejti anëtare e Këshillit të Evropës, dhe se metodat e vjetra përçarëse të Serbisë po humbasin efektivitetin, nënvizoi ai. Ndër të tjera, eksperti austriak shtoi se në drejtimin e Osmanit, diplomacia e Kosovës po bën një punë të shkëlqyer, kurse sa i përket Vučićit, ai kërkoi që partia e tij të përjashtohet nga familja europiane, ndërsa Serbia të mbetet jashtë organizatave më të fuqishme ndërkombëtare. Shpresojmë që ky skandal i fundit do të çojë në kërkesën e LDK-s ndaj PPE-s për përjashtimin e partisë së Vučićit nga familja europiane e partive politike. Diplomacia e Kosovës në udhëheqësinë e presidentes Vjosa Osmani po bën një punë të shkëlqyer, e vendosur në parimet konstruktive në tonë dhe në përputhje me të ardhmen europiane dhe diplomatike të të gjithë Ballkanit Perëndimor. Serbia përjashtimisht duhet të mbetet jashtë NATO-s, BE-s, OBT-s ose BE-s, OECD-s, Këshillit të Evropës dhe zonës Schengen deri në vitin 2029, përfundoi Günther Fehlinger për Bota Sot.